Qenë veprimet e Iranit faktikisht në ngushticën e Hormuzit që mbetet edhe ajo pika serioze që shkel çdo armpushim apo memorandumin e mirëkuptimit për paqe mes SBA-s dhe Iranit. Sipas zyrtarëve amerikan, kanë qenë disa anije të vogla iraniane që kanë tentuar të bllokojnë disa anije mallrash që po transportonin karburant përmes ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, zyrtarët në Teheran theksojnë që këto anije nuk janë bindur urdhrave për të kaluar në ato itinerarët apo rrugët ujore në ngushticën e Hormuzit të rëna dakord për të mbetur hapur mes Teheranit dhe Washingtonit dhe prandaj kanë dalë në patrullim disa anije të vogla të gardës revolucionare iraniane për të penguar kalimin e këtyre anijeve të mallrave, çka shkaktoi edhe reagimin e fuqishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës që fillimisht akuzuan Teheranin për shkelje të memorandumit të mirëkuptimit dhe pas vendim i cili tashmë është bërë i qartë që është marrë nga vetë presidenti amerikan Donald Trump në kuadër brenda samitit ku përmbaheshin punimet për samitin e NATO-s në Ankara, i cili është një vendim që vjen si rrallëherë jashtë territorit amerikan. Dhe më pas ushtria amerikane përmes komandës qendrore CENTCOM të pozicionuar në lindjen e mesme ka ndërmarrë sulme mbi 80 të tilla ku janë goditur përveç këtyre anijeve të vogla që janë vënë në lundrim me antarë të gardës revolucionare, janë goditur edhe baza ushtarake Bandar Abbas, gjithashtu edhe pozicione të tjera jo civile, por që operonin antarë të ndryshëm të forcave speciale iraniane apo edhe ata të gardës revolucionare iraniane. Nga ana tjetër ka ardhur edhe një kundërpërgjigje faktikisht nga garda iraniane dhe zyrtarët iranian, të cilët kanë urdhëruar dhe ata gjithashtu kundërpërgjigje me sulme ajrore duke lëshuar një seri raketash dhe dronësh në drejtim të dy bazave amerikane të pozicionuara në Bahrein dhe Kuwait, çka shkaktoi edhe aktivizimin e mbrojtjes ajrore të këtyre dy vendeve. Deri tani nuk raportohen për dëme në territorin e Bahreinit apo Kuwaitit, por nga ana tjetër raportohen për dëme dhe të lënduar në territorin e Iranit apo edhe në këto anije të vogla të lundrimit që me të cilat Irani tashmë po tenton që të vendosë kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit, e cila siç e theksova mbetet ajo pika që po rrezikon vazhdimisht paqen tepër të brish të vendosur përmes atij memorandumit të mirëkuptimit në 14 pika mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Interesante është, Xhevi, që sulmi dhe urdhri për sulmin, siç e the ti, erdhi nga vetë presidenti amerikan Donald Trump dhe Pete Hegseth teksa merrnin pjesë në samitin e Ankaras. Pikërisht kur presidenti gjendej më pranë Iranit se kur në çdo moment tjetër që prej nisjes së luftës me Iranin. Nuk e di, a ka pasur ndonjë reagim nga presidenti amerikan apo Irani pas këtyre sulmeve apo Ende nuk ka pasur një reagim, edhe pse e ka monitoruar shpesh Truth Social, sepse është mediumi të cilin presidenti amerikan po reagon dhe e përdor më shpesh, paktën gjatë luftës mes SBA-s dhe Iranit ka qenë një hapësirë të cilën Trump e ka përdorur vazhdimisht për të dhënë ato direktivat apo për të sqaruar opinionin publik mbi çfarë po ndodhte mes Teheranit dhe Washingtonit. Ende nuk kemi një reagim të drejtë për drejtë nga presidenti Trump përveç urdhrit të lëshuar, por kemi një reagim të kreut të NATO-s, Mark Rutte, lidhur me sulmet e fundit apo veprimet ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat i ka konsideruar tepër të nevojshme dhe të domosdoshme, sepse sipas kreut të NATO-s ka qenë Irani i cili ka shkelur memorandumin e mirëkuptimit për paqen mes SBA-s dhe Teheranit dhe prandaj duhej vepruar për të vendosur në vend lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe prandaj ka ardhur kjo. Por për të rikthyer tek simbolika e prezencës së presidentit amerikan Donald Trump, sepse është hera e parë që ndodh një veprim i tillë ushtarak nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në një kohë kur presidenti gjendet jashtë territorit të SBA-ve të Amerikës dhe gjendet pikërisht në një shtet kufitar me Iranin, pasi ka një vit të gjatë kufitare që ndan Turqinë dhe Iranin dhe prandaj është konsideruar paksa e çuditshme apo
le ta themi kështu, që mund të vendoste në rrezik edhe sigurinë e vetë samitit, por gjithashtu edhe të presidentit amerikan, duke parë natyrën dhe afërsinë gjeografike që ka Irani me Turqinë, por duhet të rikthejmë në vëmendje edhe ato episodet e para pas shpërthimit të luftës në fund të shkurtit mes SBA-s dhe Iranit me ato sulme nga Izraeli dhe Amerika kundër Iranit, ku disa raketa të lëshuara ndoshta jo qëllimisht ose edhe qëllimisht nga Irani kanë përfunduar edhe në hapësirën ajrore të Turqisë, madje kanë prekur edhe territorin e Turqisë, që ka nxiti edhe një reagim të furishëm të NATO-s, duke zhvendosur disa pajisje të mbrojtjes ajrore më afër Turqisë apo edhe mesdheut për të qenë të përgatitur për të mbrojtur të gjithë vendet anëtare të aleancës së NATO, sepse në atë kohë nuk dijej se si mund të vijonte dhe mund të... Ishte frika që Turqia mund të bëjë shënjestër dhe si do të reagonte pastaj, duke qenë se është një shtet antar i NATO-s dhe do të kishte implikime. Me siguri çështja e luftës në Iran, Xhevi, do të jetë në tryezë sot në samitin e NATO-s, pikërisht edhe pas kësaj rindezje të luftës, dhe do të kenë një mori çështjesh për cilat do të diskutojnë sot, që varjojnë nga lufta në Iran, nga lufta në Ukrainë, e cila gjithashtu është intensifikuar me sulmet e fundit, por edhe kriza mes vetë Shteteve të Bashkuara dhe Europës, teksa liderët europian kanë qenë vazhdimisht në shënjestrën dhe sulmet e presidentit amerikan për atë që ai e ka cilësuar si mungesë bashkëpunimi sa i përket luftës dhe ndërhyrjes ushtarake amerikane në Iran. Çfarë pritet nga ky summit, Xhevi? Pse është i rëndësishëm dhe çfarë synohet të arrihet? Çfarë është në agjendë sot? Faktikisht është konsideruar historik, jo vetëm nga organizatori, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, por gjithashtu edhe nga kreu i NATO-s Mark Rutte, si dhe nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili në atë pritje të përzemër që i rezervoi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe pas takimit të tyre të parë kokë më kokë, theksoi qartë që ky do të jetë një summit ku Trumpi, le ta themi kështu në mënyrë simbolike, do të sillet si pronari i NATO-s, pasi do t'i tërheqë veshin të gjitha vendeve anëtare që nuk kanë përmbushur kuotën e shpenzimeve ushtarake të vendosur qoftë në 2%, qoftë edhe atë kuotën që u vendos edhe në samitin historik të Hagës në 5%, por për të rikthyer tek kuota tavani 2%, ku nuk është përmbushur deri në tani të paktën nga vende serioze, ku do të përmendim Italinë apo Spanjën, në cilin ka pasur edhe një përplasje shumë të fortë sa i përket deklaratave që ka lëshuar kryeministri Pedro Sanchez, sa i përket luftës së nisur nga SBA dhe ta ndëshkojë, madje edhe me largim nga NATO Spanjën, kujtojmë. Po kanë qenë ato emaile që janë bërë publike nga mediat amerikane dhe ato ndërkombëtare, ku kërkoi edhe mundësia e rishikimit të antarësisë së Spanjës në NATO,